Përshëndetje miq të nderuar. Mirë mbrëma dhe mirë se keni ardhur në emisionin ton në radion Sibilat e Veriut. Emisionin e sonte si zakonisht do të vëllësh unë dhe zonja Brenda Sejdia dhe do të trajtojmë një temë shumë interesante si që janë festat dhe argjendet si pjesë e etnosit kulturor. Por fillimisht më do të kisha lutur që një përshëndetje për ju dëgjues të nderuar të drejtoj edhe zonja Brenda Sejdia nga Shqipëria. Mirë mbrëma të nderuar miqëmike, mirë se vini në emisionin ton që sonte do flasim për etnosin kulturor. Së pari ju uroj të gjithëve një mbrëmje të këndshme, një javë të mrekullueshme, por dhe një stim të bukur po ashtu, pasi është emisioni i parë pas vitës së verës. Edhe pse viti i verës ka kaluar, verën e kemi përpara e gëzuar të gjithëve. Gëzuar edhe një herë miq. Do kemi një këngë, zonja Brenda, apo do të vazhdojmë me programin, si thoni? Në qenë se dhe etnosi kulturor bëhet fjalë për trevat, vendimje. Normalisht që ne me këtë këngë, kënduar nga Neshmi Fyqe dhe Resmi Besniqi, përshëndesim të gjithë dëgjuesit tanë, vendi dashur ku linda. Faleminderit. Si që thëmë fillim, ne kemi temën festa dhe argjendet si pjesë e etnosit kulturor. Unë do I them disa fjalë që në fillim si një hyrje, sepse më vonë do të
zgjerohemi edhe brenda librave tonë, si të zonis brenda CD-a dhe librit tim përmes këngës së vajzave të Vrinit, pra përfaqësimi i etnosit kulturor. Por fillimisht do i them disa fjalë për etnosin. Etnosi kulturor shqiptar është një pasuri e madhe e cila reflekton një histori gjatë dhe një diversitet madh rajonal. Festat dhe angjet janë pjesë e rëndësishme e kësaj kulture, duke shërbyer si një shprehje e traditave dhe vlerave të komunitetit. Disa aspekte të rëndësishme të festave dhe angjeve të kulturës shqiptare. Diversiteti rajonal, sigurisht se ky diversitet është i madh ndër trevat shqiptare, duke llogaritë gjitha hapësirat shqiptare, nga janë të shpërndarë shqiptar dhe çdo rajon i ka specifikat e veta, pra dhe këto specifika për nuanca të vogla dallojnë, por përgjithsisht i takojnë etnosit shqiptar. Shqipëria dhe zonat e banuara nga shqiptarë kanë tradita ndryshme festive, të cilat ndryshojnë nga veriu në jug dhe nga lindja në perëndim. Çdo rajon ka festat dhe angjet e veta të veçanta, me muzikë, valle, veshje tradicionale të ndryshme. Festat fetare dhe laike. Kultura shqiptare përfshin festa fetare si Bajrami dhe Krishtlindjet, si dhe festa laike si Dita e Verës dhe Dita e Pavarësisë. Këto festa shpesh kombinojnë elementet traditave të lashta me praktikat fetare dhe kombëtare. Ahengjet tradicionale. Ahengjet janë ngjarje festive që përfshin muzikë, valle, ushqime, pije e tjerë. Muzika popullore shqiptare me instrumentet e saj tradicionale si qiftelia, lauta dhe fylli luan një rol të rëndësishëm në ahengjet shqiptare. Vallet tradicionale si valle kosovare, valle çame, valle lave janë shprehje e një gëzimi dhe bashkimi të komunitetit. Roli i familjes dhe i komunitetit në këto festa. Festat dhe ahengjet janë një mundësi për të forcuar lidhjet familjare dhe shoqërore. Familjet dhe komunitetet mblidhen për të festuar së bashku duke ndarë ushqim, muzikë dhe valle. Dasmat janë një shembull i shkëlqyer se sa me rëndësi ju jepet ahengjeve dhe kulturës shqiptare. Në përgjithësi, festat dhe ahengjet janë pjesë e rëndësishme e identitetit kulturor shqiptar, duke shërbyer si një mënyrë për ruajtjen dhe për transmetuar traditat e lashta. Unë kaq do të thoja për fillim zonën e brenda dhe do të lutja juve që të na flisni edhe ju pak për disa nga festat në traditën shqiptare. Do flasë shumë shkurt këtu, pasi kemi të zgjeruar edhe nga librat. Po gjithsesi, Dita e Verës, pra festë pagane shqiptare, një festë lashtë pagane që shënon punën e dimrit dhe ardhin e pranverës. Dita e Shënjeshit, festa pagane shqiptare, festohet më 6 maj dhe lidhet me ringjalljen në natyrë dhe fillimin e sezonit të ri qesor, Bajrami, festë fetare muslimane. Festa fetare e Bajramit, si Fitr Bajrami dhe Kurban Bajrami, ka një rëndësi të madhe për komunitetin musliman shqiptar, por jo vetëm. Krishtlindjet, festë fetare krishtere, festohen nga komuniteti krishter dhe karakterizohen nga tradita të ngjashme me ato të vendeve të tjera europiane. Dita e Pavarësisë, festë kombëtare shtetërore, festohet në 28 nëntor dhe shënon shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë në vitin 1912. Do t'i them? po, faleminderit. Unë do të flasë edhe disa fjalë për ahengjet shumë shkurt do jem, sepse kemi temën në vazhdim, pra do kemi shpalosin e 2 librave për etnosin kulturor dhe sigurisht se ne në kursim të kohës do jemi shumë shkurt në zbërthimin e tyre, sepse do t'i zbërthejmë më vonë përmes librave. Ahengjet tradicionale shqiptare shpesh shoqërohen në muzikë popullore, valle, lojra ndryshme, ushqim të shijshëm e tjerë. Instrumentet muzikore tradicionale përfshin qifteli, lahutën, fyllin dhe tupanin. Valle tradicionale si valle kosovare, valle çame, valle tropuje, valle lave e tjerë që janë një pjesë e rëndësishme e ahengjeve. Ahengjet familjare si dasmat dhe festat e tjera janë një mundësi për të festuar dhe për të forcuar lidhjet familjare dhe shoqërore. Unë do e lutja zonja brenda që tani më të dalim tek librat ku trajtojmë në detaje pra të gjitha këto festa dhe si ta mendoni ju dhe si doni ju, mund fillojmë nga njëri libër. Ashtu si do zgjedhni ju. Faleminderit. Faleminderit ju. Në fakt, gjithkush për veten,
por dhe festat dhe ahende, në këngët e vajzave të vëllinit, e thos kulturor nga Gëzim Aileve. Brenda tyre ka shumë dhe shumë të fitet mbi etosin kulturor. Do fillojmë me etosin kulturor në Buxhan dhe zonat rreth. Unë do të lexoj hyrjen e këtij libri, pasi më së miri mund të shpjegojnë shumë se çka libri brenda. Pastaj do të flasim edhe mbi festat të cilët ne festojmë gjatë 365 ditëve që ka vite. Optimizmi është opiumi i gjithë gjenieve njerëzore. Ka thënë Milan Kundera. E nisur ashtu këtë hyrje të librit tim dhe ja dedikoj kryet të botë bashkë me thënien tyre se babajtim të ndjerit se Silvia. Pas këtë thënie, për të flet shumë duke përcaktuar në formën më të mirë dhe gjithë forcën e tij të optimizmit pa shembull, por dhe dashurinë e pamos që ai na kultivoi gjatë gjithë jetës së tij si motivim në më të bukur e harmonik, të tokën në të ëndrën, ajrin më të pastër, njerëzit në vitale që bota ka. Nga ju për motiv për mua dhe madje detyrim pas largimit nga jeta, që atë mrekulli që ai ofroi në shekull e kamufloi brenda shpirtit të tij për ata njerëz që kanë vështirë të vejë realet e bukura, të përshkruaj ashtu siç dhe meritojnë nga atë disiplinë e pashofshme që ju ka buruar në irësia e shpirtit të tyre të devotshëm. E pra, s'ka se si të jetë ndryshe, dhe askush tjetër veç se buxhoni burrave apo burrat e buxhonit. Sepse dhe i tillë që dashamirës, i drejtë, familjarë i devotshëm, një vitës i bujar që priti për sotit të njohur dhe pa njohur, pse ishin grahinarkan me që dhe paten të jetojnë në atë zonë të përpojës, që nga viti 1969, përua dhe dedikon dhe respektin më të madhe që është një nga shkryt që ne e pite ti në të krenarë. Dhe mendoj që kam përmbushur ata manet të babajtim dhe në vend të suar një zoti disa prenare janë për babajtim. Shatin e lindjes Buxhan dhe gjenezën e faqit fukës, e jo vetëm unë. Madhështia gjendet aty, brenda këtij libri të shkuar për etnosin kulturor, traditë e kulturës buxhonase, trajtohen ato vlera që trashëguan buxhonasi për të treva të re. Thonë se dashuria është dhuratë e pamerituar, madje pikërisht dashuria pa merituar është prova e dashurisë së tij që konsolidohet jashtë me kohën dhe hapësirat. Në këtë libër të dy sentimin të etosit kulturor, përshkruhet pikërisht për buxhonin e zonat të veçantë. Festat dhe ahendet në Buxhan e zonat të rreth, rritet e jetës, lindja jeta dhe vdekja, urti popullore buxhonase. Jam përpikur të risjell në kujdes madje më shumë të përndresat, festat madhështore që festohen ende brenda çdo viti nga kalendari fetare festohen në shtëpi buxhonase, ku vendi më të madh brenda kësaj teme është festa madhështore shënmasiale. Valmi Shën Sebastiani, që festohet çdo datë në 19 janar. Gjithashtu edhe gjithë festat e tjera të motit deri tek shtellat, pra Prishtinë. E për secilën kemi si larminë e tyre dhe në gjithë secilën. Brenda gjithë kësaj larmie, shoqëria ka qenë një regulatori ndërgjegjësuar, po mirësia ju ka buruar nga tërësia e shpirtit. Ju lutem, për të libër mos ta merrni në dorë nëse nuk e ndjeni dëshirën e thellë dhe sinqertë, se kam me vlejt për të ruajtur traditën që të parët të andestohen me fanatizëm të pashosh deri këtu tek jemi në sot. Mes kohrave plot legunaja, historia që nuk shtuhet, humbet. Lena ruajmë të traditonën si lirin e madhështisë, jo për vetën tonë, por për hir të brezave që do vinë se koha lëviz me shpejtësi. Tema 2, apo kaq do të thënë, pasi ka një bazë mjaft të gjerë për që përfshin lindjen, jetën dhe vdekjen. Ka të përfshirë shumë detaje, nga tradita e hyrë, popullore buxhonase, cila për hir të vërtetësisë, ma gjeksin jo thjesht se gjëndë në këtë libër, por për faktin se ai popull në troje teta shumë shekullore kanë trashëguar shumë virtute nga më të larta e njerëzimit që kryesisht karakterizohen nga urësia. Ama kjo është vlerë e shkruar në jetën e tyre të jashtëzakonshme, të cilat nuk do të shpëtuar as tyre as mendjeve të studiuesve dhe shkrimtarëve albanologëve më të mirë europianë në shekull, ndaj edhe sot gjendet të arkivuara në arkiva
fuqisë të tjera, si për shembull Franz Noccia, apo ish shkolli austriak në Shkodër, Aachen. Në fund të viteve 1880 këtë të tjerë që kanë studiuar traditën tonë të hyer. Traditë, kulturë, topi, zakone, kuptione janë vlerë universale për sa ju takon virtyteve njerëzore, ku me gjuhën e thjeshtësisë kanë ndjellë dësimin si virtyte plot dritë e jetë, me potencial mendor, misionar, vigjilent, të mundes e të përkushtuar. Ruajtja e traditës me bindje sjell fakte forta e brenda i fenomenit që ndronë magjishmja. E gjitha përmos e dimension. Pasuri e shmuar që ja vlen të dokumentore dhe të rrugës si vlerë e fshatit fuqan dhe trepave kupjone, kjo traditë e mrekullueshme e cila do i shënde drejtave dhe gjeneratave të vinë. E kështu, duhet të themi botës se kemi ditur dhe qeverisini, por edhe të ruaj artin e bukurës që vjen si ushqim plotësie. Faleminderit. Faleminderit zënë Pena. Do i propozoj që ju të shfletoni gradualisht edhe diçka nga librit. Të zbërthejmë pak traditat dhe kulturat edhe etnosin e zonës. Brishti faqit ka një zonave ndërgrigje të rinit, pra zonës si Ballës e Megjër, të gjithëra kisë ligjere viruse me fete prishterë. Në shqipë i banor të Ukrainave, për fshatëve të shumë të faqit, edhe se disa shqipë i provuan regjimin kurtios otoman, ato troje nuk mundi të ketë të popull të reglutonte. Si që tash dhe me lërë, ne kemi emblemen e kisit faqit, të cilën e kemi si fest në datë 19 janar. Festa e parë e Prishterë fillon në 6 janar që është dita e Ujit të Bekuar ose Takzimi i Jezus Krishtit. Pasojmë me festën tjetër të Shëndot të Dimrit, Shëndot të Padogës pra, në datë 16 janar. Dhe festa e tretë radhës është në 19 janari që ne e kemi fest me miq. Kjo fest ka të veçantat e saj, do të jesh shumë shkur. Kjo fest ka të veçantat e saj, pasi festohet 3 ditë e 3 të radhës, e 19, 20 dhe 21. Miq janë bijat me fëmijët e tyre, pra një brendesa, miq nga kadronet, ndodhë të rinë edhe fani o përqovë se dje rruga, të të dënda, a i është një festival që të tjerët, me e pritet në maksimum, me gjithë shka pukur që ka festa. Pastaj gostit, përgatite një matot për ato gostit, këngë dhe bave dojë ka punëtrave, si që ka qënë një pull, apo për të kënduar këngë fillanave unë i kom shkuar dhe ku, Filano del Tek Mulliri, të do të mirë shabanarite, E sola jo pa qëllim, është një pion, por unë e kam kushtuar, pasi është një ndërmitrit më të mirë që ekziston një spas, që gjithmonë flistin nga larg. Dikush e këndon një parë, e një tjetër priste. Filano, ditë e gura, tjetër i thoshte mirë se erdhën ose gjura. Do të thënë ishin momente që të paharrueshme, të cilat edhe fëmijët e vegjël në dekada do i trashëgonin, do i këndonin, do pritin e përcjellnin kohra të dashurisë, si shikonin rritrit apo gjyshit ose komshinjit, fshatarët. Festa që kishte kryesht shpatull normalisht ndreri festa kishte rregullat e saj. Normalisht që nuk mund të uleshin sofër pa uthirr sepse përdoreshin sofrat, nuk uleshin dot pa uthirr ai që i takon të rendi, sepse ishin 7 bajrak dhe vinin në bazë bajrakve, ai dhe i pari, i dyti dhe gjithkushin dhe vetfaten. Nuk mund të uleshin në një kjetri. Loja ka fuqave pastrarket, e pash,
Pra lidheshin burrat pasi çoheshin sotrat, shtronin kapuçet dhe kokra e kapuçeve, luanin me sharap ose me kapuç, edhe kush e gjen, këndoheshin pas me një tjetrin për ta mundur gjoja, diçka ishte në sensin e shakas. Ishe I pregatitur që mos mungote asgjë. Festat lidhunave, që janë lidhunat. Ata vjen 7 javë para bashkëve, fillojnë 7 javë kreshën e pastaj quhen lidhunat. Pra nuk duhet me ngrënë mish as bylmet 7 javë. Është si kundër komuniteti musliman, 30 ditë nuk kanë gjithë ditës. Edhe ne thjesht beti në tani që ju jeni në Ramazan, Zoti ranof të lutjet tuaja. Ashtu si për edhe ne që edhe ne njëkohësisht jemi në kreshën edhe gjithkush I mban Zoti dëgjoft lutjet. Festat e pashme katolike janë pra I 7 javë që kur funden të lidhura. Ato më shumë bëhen festa familjare, vizita tek të afërmit, te komshinët, gjëja kryesore për pashtë janë vezët, normalisht nuk mungojnë aqërat e tjera në kryet, nga ujina ose në sofrë si që kanë qenë, dita rështajve që shumë pak pushetin, festa qenë 50 ditë pas pashteve dhe 10 ditë pas festës së ngjitjes së Jezusit në qiell. Kjo realisht shumë pak e ka ndryshuar këtë kohë të fundit. Shëndbrendja, festa e Mretim, kam folur për veten. Megjithëse deri tek Shëndbrendja ka shumë festa të tjera që mos I kalojmë. Ne nesër për shembull pikërisht në 18 mars është festë e Shënxekit, I dedikohet çdo besimtar. Festo është festa familjare, është festa e zonës, do të kemë shatra që I festojnë, ashtu siç kemi ne shmasionin, dhe festohet me miq, me shok, me dashamirë, me afër. Festa e Shëngjërgjit është në datë 22 prill, edhe ajo është festë krahinore, shumë kush e feston, por është festë krahinore që mund të ketë shumë krahina që I kanë festa me miq. Gjithashtu festa e Shënjëzit të pranverës në 1 maj, Shënpulli pranverës në ne e kemi 8 maj, ndërsa komuniteti musliman e ka me 6 maj. Jo, tali, 6 maj është Shëngjërgji. Po, 5-6 maj është Shëngjërgji, po. Po, ne kemi 8 maj Shënpullin. Me 12 qershor është një festë shumë e madhe që unë I përshëndes dhe I uroj gjithë mirat, gjithkush shkon që në 12 maj është dita e shëndot të verës. Dhe në Shqipëri është një pishë shumë e veçantë që është në Desht Kurbini, ose në Kurbin më saktë. Vizitohet nga mira njerëz nga gjithë rreth shqiptare dhe jo vetëm, por vinë edhe nga vende të tjera europiane, sepse ne kemi takuar disa herë vizitorë të huaj. Është një vend I shenjtë ku ka bërë mrekullitë e saj. 28 qershor, shkallë dhe shtjetër. Në shtator, normalisht që ka dhe festa tjera deri në shtator, por në po hap njërën që të mos harxoj shumë kohë. Në 28 në 7 shtator, festa e Zojës Mërturit, pra është edhe është festë krahinare, por festa e Zojës ka disa data që festohet, edhe në vera të ndryshme. Edhe me 28 kusht e ka një zonë e malësisë madhe, një shtator e ka mërturi I Ufës dhe Vrboj, sepse mërturi është në ndarë një zona edhe Ufë dhe Vrboj. Ose Shënmehilli, 28 shtator është një festë që e festojnë pothuajse gati gjithë shqiptarët, është shenjtë I cili beshon shpirtra dhe për të rëndësie ose në gjithkushi. Në festat e nëntorit janë festa kombëtare siç I shkruar edhe Zoti I Zjen.
pra festa pavarësisht dhe festë e shlirimit, se ne njohim edhe shlirimin se Kosova ka diçka ndryshe dhe ka të drejtën e tyre për të mos e njohur. Shkojmë pastaj tek shëmbulli i dimrit në 50 vjetor, është shumë e rëndësishëm dhe ai, pasi pikërisht ai shëmbull ka krijuar Norin. Diçka shumë e veçantë. Kur një njeri po mbytet, ai ishte pranë, ai njeriu që po mbyti i lut shumë Zotit. Zot ta më shpëto se po mbytet. I thot kështu ishte lufsha e shëmbull. Ta e ti lufsha e shëmbull, e luajtë mbledor. Luajtë mbledor por krijuar Nori. Dhe kjo është një festë që lutet shumë edhe nga muslimanë, por edhe nga katolik, por edhe muslimanë. Ka hasjetën. Kështu që era shumë shkurt Krishtlindjet që janë një festë që e festojmë gati, është një festë mbar popullore. Nëse nuk e festojnë muslimanët, shihen e festës ja dinë, paku që në vitet 90 që ne kemi hyrë në Bashkimin Evropian dhe në një farë mënyre është ajo kultura e cila u është mishëruar më shumë të këtyre viteve, do me thënë kanë kuptuar jo si detyrim, por si një ndjenjë njerëzore, është e pranueshme pothuajse gati për shumë kam. Kështu që këto janë festat tona, secila festë ka veçantën e vet. Nuk po futemi në detaje më shumë, sepse po futemi në detaje ngelemi deri së mëngjes. Faleminderit zënë Brenda për këto festa që na i sollët këtu ju para auditorit tonë dhe dëgjuesve tanë, dhe sigurisht se edhe ata dhe brezëri, pra sepse shumica festave tani më edhe nga brezëri dhe fatkeqësisht po harrohen. Por është mirë që ne në për emisionin, në për televizionin, në për radio tona, herë mbas here të shpalosim këto vlera kulturore të etnisë sonë dhe t'ja bëjmë me di brezit të ri se kemi nevojë t'i ripërsërisim ato, t'i rikthejmë ato, që mos humbim dhe mos dalim nga festat tona, sepse ky lloj civilizimi apo ky lloj qytetërimi që na ka kapluar sikur po na nxjerr komplet nga etnia, dhe kjo është e dhimbshme pastaj, sepse kemi pasur vlera kulturore të mrekullueshme. Dhe sigurisht se ne kemi nevojë edhe për këto që brezit të ri t'ja kujtojmë festat, pra t'i sjellim ato para tyre dhe ata të dinë. Por është më mira e kësaj sepse këto festa tani më janë dokumentuar në për libra, dhe sado që edhe nesër një mund të në i përpinjë apo ka përdi, ato gjithsesi kanë mbetur në për librat tuaj, dhe sigurisht se do të mbeten edhe në për arkiva shtetërore, institute apo akademi të ndryshme, dhe do të merren edhe do të ruhen edhe do të sigurisht se edhe do të kujtohen masjera ato. Jo pa qëllim ke shkruar mbi 15 libra për etnosin kulturor, do të them. Po, faleminderit. Unë vërtet falenderoj që na e kujtove sonte për të sjell temën mbi festat dhe ahendjet, sepse të kujtojmë festat e të lutemi është moment reflektimi për secilin prej nesh. Janë momente shumë veçanta e shpesh dhe decisive. Kemi dëgjuar në rrethet tona shoqërore shpesh herë që sa jam lutur për të gjë dhe Zoti ma solli në momentin e duhur. Pra, në qoftë se ne flasim me zë normalisht, diçka e padukshme do të dëgjoj. Nga se lutemi për mirë do jetë, mirë do bëhet. Se themi, mendimi mirë sjell mirësi. Prandaj le të mendojmë pozitivisht. Edhe vërtet këto momente janë shpesh decisive për ne. Mendojmë pozitivisht, të lutemi për të mira, për ditëparta, për realizime, për suksese, është gjëja më e mirë që mund të bëjë njeriu i çdo gjenerate. Sigurisht se po unë e vlerësoj edhe këtë emision të sonte, sepse ky emision sikur ka ringjallë ca gjëra të cilat janë më së nevojshme tek populli ynë, dhe ju e thatë, unë duhet korrigjoj këtu diçka, sepse
Në krimtarit tim nga 220 libra që kam, pra kam edhe 21 libër për etnosin kulturor. Pra etnosi kulturor si vlerë në Vrinj, për ata që nuk e dinë se ku është Vrinj, Vrinj është një pjesë gjeografike në jug të rajonit të Prizrenit, pra në të djathtë të shiritit të asfaltit është zhurë Prizren, pra për pjesën e Shqipërisë, dhe në krahun e djathtë, pra gjithmonë shkon nga lindja, duke u shtrirë deri në majat e bjekshve që ndanë Opojën dhe Vrinjin. Pra Vrinji është një zonë prej 8 katundeve, që fatkeqësisht prej tyre tani më 2 prej tyreve që dhe janë zhdukur nga lufta dhe thuaj se tani më herë mas here vizitohen nga ish-banorët sa për të mos u humbur fare dhe në ndonjë organizimi që bëhet për nder të ditëve përkujtimore të luftës që ndodhen në Vrinj. Dhe cili është motivi? Pra librin që përshletojmë sonte, unë e kam shkruar shumë herët, gati gjatë periudhës së luftës. Kjo sepse gjatë atyre zhvillimeve, gjatë kohës së apartheidit 2000, Kosovë në zonën e Vrinjit sikur etnosi kishte filluar pak edhe të harrohej, apo me ardhjen e brezit të ri sikur po i mungonte kjo dhe po humbte diçka nga vetvetja. Pikërisht kjo ka qenë arsye se unë ta shkruaj edhe këtë libër pas urtisë popullore që kam shkruar dhe një libër tjetër me urti që e botuar në Prishtinë atë kohë para lufte dhe pastaj nxora edhe këtë dhe besënimin që këto vlera kulturore të etnisë mos humbin. Pastaj kam vazhduar me tregime popullore, me urti popullore, me gjithë çka dhe kam ardhur deri tek 21 libra. Pra shumica e këtij transformimi që ka ndodhur gjatë këtyre 25 viteve pas luftës në Kosovë, sikur ka quar në arres edhe shumicën nga këto elemente dhe nga këto tradita që neve I kemi pasqyruar. Sepse ky zhvillim I ofshëm I një lloj qytetimi, pra ka qenë deri tek pika që shumica e festave të harrohen besa. Dihet që zona ka qenë me ndikim shumë pagan në kohët e hershme, bile deri në vitet 60-ta, 70-ta, në maksimum ka qenë paganizmi një dominancë e madhe dhe në këtë dhe janë bërë edhe shumë festa të formë pagane. Pastaj me parapjen e besimit dhe parapjen e besimit në popull, pra besimit islam, pra filluan që këto festa pagane të kthehen në festa të dorës së dytë. Megjithatë ato edhe sot e kësaj dite festohen dhe kujtohen herë dhe unë kam sjellë në një pjesë specifike në të libër përmes këngës së vajzave të Vrinjit. Pra gjithçka që ndodh brenda 365 ditëve të vitit, të gjitha festat janë të sjellura përmes këngëve, por me një zbërthim të vockël në secilën festë, sepse nuk jam zgjeruar as për të zbërthyer, për të përshkruar festën se si bëhet kështu. Këtë ja kam lënë edhe kohës që kam shkruar në vjet të trasha, ndërsa përmes këngës së vajzave ato I kam zbërthyer. Nuk e di nëse do lexoni ju zonja Prende. Zotë Gzim në me lejohet, Po, do doja një recension pikërisht për të libër që doma sigurisht që do në ndihmoni edhe neve pak. Faleminderit shumë. Në fakt, ju keni shkruar shumë libra për etnosin, unë 15 nga ato I kam lexuar. Prandaj Po, po lasha numër që të duhet. Sara si. Etnosi popullor në këngët e vajzave të rinase. Gzim e Geraj, etnos kulturor. Festa dhe ahendjet e këngët e vajzave të Vrinjit, metafora Prizren 2010. Nëse udhëtohet në krijimtarinë e shkrimtarit dhe poetit Gzim e Geraj, është pamundur të mos prekësh në krijimtarinë ndrydhante mbi këngët e etnosit apo e hendjet në fejesa, martesa apo në festat e Shëngjërgjit apo Bajramit, apo Jeremis, si dhe prodhimet apo bereqetet. Pra patisur kemi libër ku mund të gjesh shumë studimet etnosit në zonën e Vrinjit, madje të kthyer atë në vargje
a këngët e zonës, por dhe kujton kohën e traditën e bukur. Nëse fillojmë tek poezia e Thosit Mbani, dhe artistaj sigurisht se nuk mund të vendojmë atë pa filozofinë e saj, pa metaforën që do të jepte kuptimin dhe estetikën filozofike, e cila do të buronte padyshim nga shpirti i mishtria krijuese të saj. Megjithëse, pak të elementes mund të imagjinonim krimtarinë e gëzimit. Në këtë libër autori ka përdorur fjalë plot muzikalitet, ku gjen plotësisht përshtatje në atë kolorit e larmi krimtarie, që ka zbuluar thellë në miljenën kulturore të popullit dhe traditën e ruajtur e të trashëguar ndërvesa. Ky poet na sjell rime për artin e këtij që së ndalon në këtë maraton të gjatë ku artin e ka për kushtetësor, që nuk ndalon asnjëherë, me besim në vetvete për artin që bën, duke artituar fuqishëm përpara lexuesit të gjerë. Me këto frymëzime është i mishëruar gjatë dekadave, ndaj me kënaqësi i përcjell për lexuesin, por edhe për t'i arkivuar si dokument i kohës, pasi e kaluara dhe i sotme, kohë rregulojnë, e si pasojë dallohen ndryshimet nga ato rregullat e shkruara dhe normat që thuaj zbatuar, respektuar rritet e rituale të ndryshme, që se cili i veprim gëzonte një simbolik të veçantë, goxha ndryshe nga kjo e sotmja, ku lind nevoja e dokumentimit, pasi ajo pjesë e Thosit është dukur i rëndësishme e veçantë, si pasuri kombëtare, siç janë festat, rasmat e herëgjët e tjerë. Autori përshkruan me fjalë dhe vargje fazat dhe karakteristikat e organizmit të dasmës tradicionale shqiptare, nga njohja te isa martesa e gjitha në detaje. Ndoshta do të tingëllonte se e çuditshme është kjo, por sikur në ngacmon pak në rininë e hershme, të pjesë të traditës së bukur popullore, madje i parafrim. Me artin e poetit dhe poezinë do të na bën të ndiheshim njësoj. Ndaj edhe për mua, ashtu edhe do të tingëllonte, sepse praktika e kalimit këtyre fazave më bën të ndjej shumë afër të ndjenjtë të tij llojarti, aq i dashur dhe i ndjerë të këgjej. Ndaj poezit në këtë vëllim, vinë si këngë që rridhen natyrshëm nga shpirti e pastaj përçon gjithë labirintet e merr përmes diapazonet e mishtrisë fjalës, se ati që krijon. Tash më këtu nuk është fjala për nivele apo fuqi poezisë, por për burimin e saj dhe ndjenjen që ajo jep poetit dhe pandjenjen e ndërsjellë që përcjell tek lexuesi. Nuk kërkoj klasifikimin e muzikalitetit, por shembujt kërkoj në aftësinë e tij që i bën atë për të krikosur ndjenjat që krijon. Mjafton përshkrimi i parafrimit mes këngës dhe poezisë, pasi qëllimi është ta zbatojmë ditën e brendshme të poezisë dhe artit poetik dhe djeshmërisë tij. Kaj oriflora, hijen dhe haju. Ku kena i drerës me vllaf? E oriflora ka lellamen edhe solte rimenale. Janë këto vargje rënqese me plot emocion që i këndohen vajzës natën para martesës, ndërkohë që shoqet, miqtë e afërmit janë bledur e festojnë. Këngët janë të mallë ngjyra, pasi përmes vargjeve poeti sjell histori të bukura që ngjall mall dhe emocion. Pra në këtë rast, fenomeni magji e vargut ka për efektin e vet, por edhe qëllimin përmes mesazheve që përcjell për shoqërinë e gjerë, pasi sigurisht poeti të bukur në shpirtit e transmeton përmes fjalës, është magji e vargut, është frymëti, kënga e shpirtit, zëri që na jofshin në varg. Pra, përmendojmë të poezinë, magjinë e saj, gjithmonë kemi parasysh edhe poetin, jo vetëm si shkrimtar, por gjithçka që jep nga vetja për artin si forcë që do të na bëjë ta ndjejmë. Me gjithë e fleta, u fut rrushi me gjithë e fleta, u nda vlora prej shoqave të fleta. U fut rrushi prej ardhis, u nda vlora prej qitës. Momentet e emocionuese dhe vargje që sikur e thellojnë ndjenjen e momentit të vëndarjes. Brenda këtij fenomeni qëndron dhe magji e vargut, pasi poeti e ndjen si ndjenjë individuale, por dhe mënyrën se si përcjell përmes mesazheve të publikut i gjerë, fillimisht e ngre atë si ndjenjë të konceptueshme të lexuesit, pastaj edhe si çështje që duhet të qarkuar edhe nga lexuesi. Gjina ka dalë i lumit sabah. Ka këndoj mundsen
për një femina. Hajde po i bia të këndoj për laqin, kush po këtën ma shumë musja apo dhampe. Zemajgera i ka kompletuar dialektikën e vetëvlerësimit pasi me të drejtë vlerësohen veprat e tij, me përgjegjshmëri për cilë veprat tek gjeneratat që vijnë, të krijues ka shumë krime nga etnosi, që do të vjenen drejtat vlerave patjetërshme ku përcjell ruan mbron traditën e bukur vrinase si një vlerë që brezat do ta vlerësojnë, madje më shumë se të sotme. Për shkak të cinizmit që koha ka mbjellë në shpirtrat që i mungon kultura njerëzore. Te ora lekës, po shkojmë te ora lekës. Buke roe do t'i dam shkëndeshkës, po shkojmë për lula te ora e artylit. Buke roe do t'i dam bylbylit. Vargjet kur tregon stilën më të dashur njerëzisë. Të vargje kanë do me thënë një brenda. Pra autori sjell gjithashtu në harmoni të plotë bashkëtesën vetare, ku në qendër të poezisë janë leka dhe artyli, madje në sakt edhat e arave të tyre. Ndjenja rrjedh brenda vargut e krijon çaste lodorie, gesturime, gjithashtu nga bujaria e si traditë e shqiptarit, edhe në këtë rast, luajnë rolet e mizerat. Krijuesi e vëmendshëm të vargut, por jo si shqetësim, por si kënaqësi, por realisht përcjell edhe si mesazh kushtuar te gjithë shpirti me shkria e artëvetes. Sigurisht, se do ta ndjejmë zërin, ndjenjen e shpirtit që përqet për një motiv të caktuar për vargun. Gjeti po e shohet. Kur po vjen në shëngjërgji, gjeti po e shohet. Kur po vjen shënitri, gjeti po shumëtohet. Nga ka arë shëngjërgji testa maja onda, i kemi mbushduar me lërë gavanë. Në vërdin festat me mrekullueshme shënitrit e shëngjërgjit, si festa që i feston zona e mrekullueshme e vrinit, vjen si burim frëndzimi dhe ushqim shpirtëror për festa tradicionale kombëtare, ndaj i përjetojnë ndjej mall për rëndësimin e ndjenjave të bukura të festave. E lexojmë me kënaqësi këtë libër, madje admiroj ata njerëz që jetojnë brenda atij realiteti, vargje dinë si ushqim për shpirtin. Ku më angre vlla Bajramin e madh, e shtrova shamin që atje në livad. Bajramin e vogël e festojmë festit, për me kënu me qikat, edhe me shetit. Si flani lehti traverës, vinë të vargjet bukura plot emocione dhe që i përjeton popullit i Berlinit. Ajo zonë e mrekullueshme nga natyra buzmare veçare dhe ata njerëz me bukurie të rralla shpirtërore, si ata engjëj që Zoti i pati i mërtuar. Ata njerëz që të mahnitin me vlerat e larta tradicionale që dëshmojnë më së miri në librin etos kulturor. Festat dhe ahendet, në këndët e vajzave të Berlinit, nga autori Max Zemajgera, ku pena e tij sjell artin e traditën duke i skalitur fort më i penës. Poezitë e këtij vllini janë ashtë përsotëra, madje metaforat e tyre në çdo kohë ruan kuptimsinë dhe beskin, duke betur te populloria janë të përmirësuar nga burimi i kurave të mendimit popullor për jetën dhe për jetesën, për dritën, për lirinë e për bashkëjetesën, duke na krijuar imazhe, të cilat brenda imagjinatës metaforike simbolizojnë një kohë dhe kthehen varë se tyre ndërbreza si dëshmi e një kohe historike të transmeton në gjallit në da, që është filozofia e metaforës. I uroj etnosit kulturor dhe poetit të Zemajgera shumë ditë dhe reflektime, le të jetë vetë në palme, le të vi sa më tanë shumë lexues e suksesën dhe brinën dhe pëtirimin e këtij arti, është të bukur për rrezim dhe gjatësi savetika traditës së kulturës shqipe. Faleminderit zënë Brenda për kohën dhe mundin që dhatë për këtë libërtimin. Një mundësi e mirë që shpaloset edhe ai recension për këtë libër. Unë dua të sqaroj lexuesin sepse gjuha që është përdorur brenda librit është gjuha e të folmës vrinase dhe ka qenë një formë sigure vjetër që kam dashur krahas etnisë dhe etnosit të sjellë dhe ato laryshinë e gjuhës dhe fjalëve vrinase që
që është e mirë edhe për të studiuar. Për krahas kësaj unë kam bërë me që zona ka shumë specifika të gjuhës, duke qenë e mbyllur me shekuj, pra, deri në hapje pas viteve të 70-ta, pra ka ruajt edhe shumë elemente të gjuhës së vjetër shqipe, dhe unë pikërisht ato pra i kam sjell në atë gjuhë, dhe krahas kësaj unë kam bërë edhe një libër të veçantë pra për të sjell fjalë të veçanta, vërinase të cilat tani më janë marrë dhe nga institutet të ndryshme dhe Akademia e Shkencave në Tiranë, dhe shumica atyre fjalëve sot merren studiohen, pra është bën një punë e mirë dhe në këtë drejtim. Por unë do të kthehem tek libri dhe nuk di çfarë do të propozoni ju, të lexojmë fjalë juaja apo të Përpara se të kthehem tek libri, unë mendoj që të përshëndesim miqtan që na ndjekin në këto momente me një këngë 1000 vjet Vallet Ropoje. Faleminderit. pëlqye kjo valle, pasi vërtet bëhemi krenar për të. Jo vetëm që valle shumë e vjetër, por si vjet ajo është nga si vjet e në vazhdim ndërruhet edhe nga UNESCO. Unë do sjell një faqe ku thuhet Darka e Shmasjanit dhe koka në sofër. Miqtë e festës, pasi për Shmasjanin nuk thuhet poshtë,
Filet kush hajde se konsumacionin. Pra njerëzit duhet të mësohen vetë kur e ka fesën dikur se në qoftë se ti nuk e mbanon atë njeri, ti nuk e ke dashamirë dhe si pse e thot. Krishte e festës, pasi për shmase nuk fillot kush, pra kjo festë me që është e përvitshme nuk fillot kush. Pasi njerëzia e din datën e festës dhe kush do shton teknisht që zgjedh për atë vit. Qëndrimi i sofrës zgjat me urë të tëre, ndoshta edhe mund të vijnë në lojra të ndryshme. Por qëndrimi i sofrës është i detyruar këm kyç. Vështirësia ishte tek moshat e reja, pasi moshat e mëdha janë stabilitur dhe atkujt si bën të më përshtypje. Duhaxhini me ditë kishin rregulla strikte, pasi nga ula në sofrë derisa mbaronin në këndran dhe tërpirë, kishin sull, pra detyrë, mos me lëvizë ndoshta dhe zonat e tjera si Malësi e Madhe e tjerë. E konkretisht në këtë zona, duke i matur mirë për të vajtur në festë në këto lloj rregullash. Kësaj i thonë ta shikosh e mos të mundesh ta çfarë fort, por me pa e mungi deri në fund. Burgjoni tha që i buka në qitë trebat i saj kanë patur tolerancë në këto lloj zapetesh dhe është ruajtur një bukur tradita si një virtyt mjaft i njerëzishëm, pa marrë parasysh se ç'mendojnë të tjerët në lidhje me këtë. Pra, edhe sot e kësaj dite në zonat tona, kur shtrohen sofrat dhe kalon një kohë prej 1 a 2 orë, i zoti i shtëpisë ju drejtohet. Burra, po dalë me shohim ç'po bëhet për jashtë. Kush ka nevojë ngrihet nga sofra, mbaron nevoja personale dhe njëherë lajnë duart e sërish ulen në vendet e tyre. Pra mbarte në relacionet e tij duke vërejtur këtë fenomen tek popujt e kokës, siç e quhen ai në mënyrë kritike është të shprehur. Kanë zakon shumë të keq të rrinë gjatë në sofrë. Tu fillua nga që ja nisin para mesdite dhe gjatë gjithë ditës dhe natës derisa agot. Hajde pine qohen me shtraze, prej tupit tretje. Ujin dhe djeljen dhe pastaj kthehen në sofrë pa pikë kurri. Vlerësim tradicional nga Frank Bardhi, relacionet të vitit 1631, paqe 197. Prapë i zakon është mjaft njerëzor, drati dhe kaderës. Po zoti Gzim? Faleminderit zonja Brenda, unë do të kujtoj tu sepse në profilin e tuaj dhe andej kur po ndryshoj pamjet dhe imazhet, po sjell shumë fotografi nga etnia në Vrinj dhe dua të falenderoj një mikun tim, një zotin Dalit Krasniqi, i cili brenda këtyre imazheve është vetë kryepersonazhi i këtyre fotografive dhe ai sigurisht se duhet falenderuar për me që me kohën e ka vazhduar dhe na ka sjell fotografi dhe në bashkëpunim ai gjithmonë domethënë ka sjell fotografi që unë t'i kem sot këtu për këtë emision tonin. Pra, sigurisht se edhe njerë falenderimi shkon për zotin Dalit Krasniqi, i cili në përshëndesim edhe ne. Është një veprimtar i devotshëm që është shkrimtar dhe ka qenë mbledhës shumë i madh i fotografive të gjitha festave dhe ahengjeve në Vri dhe mund të themi lirisht se ai është një prej atyre që mos shumti ka nga këto fotografi të ruajtura, sepse tek ne lufta ka përpir gjithçka, siç ka përpir edhe gjitha fshatrat, pra i ka rashku me tokë dhe sigurisht se edhe arkivat tona në shumicë madhe kanë humbur. Por megjithatë ne sot kemi arritur të kemi diçka nga ato dhe ti ruajmë ato, ti sjellim ato në kujtesën. Unë zakonisht kam hedhë këtu pa ndërprerje, domethënë në imazhe dhe kjo ka bërë që ti kemi ato imazhe vazhdimisht, siç duket dikush po na pengon edhe me telefon dhe telefoni her mas here po m'nxjerr pengesa këtu, por gjithsesi shpresojmë në mirë kuptim edhe ata që na ndjekin edhe miq që na përcjellin që në këtë kohë mos na telefonojnë sepse jemi në emision dhe këtu në Zvicër gati është ora 20 e mas nuk bën telefonata më. Por sido që t'jetë
Ne po përpiqemi ta ruajmë trendin e emisionit që Unë do t'i kthejm në për faqet e librit Festa ka Henxhet e këngët e vajzave të Klinit. Unë do të lutem më tepër juve, zonja Prenda, sepse unë këtu në Zvicër nuk kam as kopje, por po përpiqem përmes arkivës në kompjuter diçka dhe sigurisht se është mirë që ju të më ndihmoni më tepër në këtë drejtim pra. Me që ju keni edhe librin atje. Faleminderit. Unë po sjell nga pjesa e djalit në Prit. Faleminderit. Në rastin e fejesës djalit në vri, kjo ngjarje festohet duke organizuar ceremoni të veçantë, një ditë saktuar, ku mblidhen të gjithë të afërmit rreth ngushtë e tjerë. Ndërsa vajzat që nga dita e fejesës e deri në ceremoni mblidhen çdo mbrëmje e këndojnë në shtëpinë e djalit që është fejuar. Disa nga këngët për ditën e fejesës janë këto: Usole, usole, ka kotari Gizembe, e zgjodhe Hasanin në vitis të djembe. Usole, usole, ka kotari Lope, e zgjodhe Hasanin në vitis të shokëve. Kur të kalin nana në djetë, për Hasanin ka bon jetë. Nana në beshik kur të kalin, dhe nëna në beshik për Hasanin të ka porosi. E lëshoj koven edhe Valbona e lëshoj koven tuel Hasanit i radhatore. E lëshoj lesen. Edhe kjo Valbona e lëshoj lesen tuel Hasanit i radhabesen, i radhabesen me pesa bes, jam e jota deri të vdes. Në shishe të vojit. Por i Valbona në shishe të vojit, ku ka loftat qeren gjije e sojit. Në shishe të ujit, por i Valbona në shishe të ujit, për djalin ton ku ka në rujt. Steshi dukat, si nana nusres, steshi dukat, steshti vajzen me vala hat. Nuk deshti lirë, një nëna nusres nuk deshti lirë, deshti vajzen me pa më mirë. Mik i shkan, baba i nusres mik i shkan, me parën fjallë, vajzen në këndan. Mik me lira, nuk jemi ban mik me lira, jemi ban mik me fjallë të mira. Mik me franga, nuk jemi ban mik me franga, po jemi ban mik me fjallë të anda. E dashuroj, Hasani Valbonën e dashuroj, shoqet e saj ja kritikoj. E deshti me zemër, Hasani Valbonën e deshti me zemër, ato tjerat i shkeli me themër. Ishin kanë nërmolla, vashat e katunit ishin kanë nërmolla, sallë Valbonën e deshta e zgjolla. Ishin kanë dëlisa, vashat e katunit ishin kanë dëlisa, sallë Valbonën e degenisa. Syrin e zi, më i Valbona syrin e zi, ma mashtrove vlajnë me fotografi. Kur të na vjen trusi i ri, të na vjen shkusi i ri, të t'i bëjmë shumë strejki. Kur të na vjen shkusi i fushës, e shëmbëlli i Valbona nusres. Shkusi malit, kur të na vjen shkusi malit, e shëmbëlli i Hasan djalit. Qite një pushk shkues për pengjere, mos të vjen nusja të mbere. Qite një pushk shkues për ogjak, mos të bëjnë nusja për osjak. Hajde shoqe hajde, ta gradojmë adresen, t'ja urojmë djalit fejesen. Ty të lupën nuse një miret, për të djali ynë pole vet. Ty të lupën nuse Gret pokoja, për të djali ynë, gret foligoja. Gret këllypen nuse, sun të gjetën shpin, dore Hasanit, janit e shamin. Gret këllypen nuse, sun të gjetën derën, dore Hasanit, janit e qevren. Me unazën e dorë, por i Valbona me unazën e dorë, lumi djali ynë, qitë pret të punor.
me Allahën nga, pori Valbona me Allahën nga, lumi djali ynë, që prej për Niqa. Edhe Valbona i amori Maramen, me ja shkryt ditën me nanën. Edhe Valbonës ja mori djalin, ja shkurtuëm ditën me babën. Kur ja pa shkrahin, unë Valbonës kur ja pa shkrahin, me njëherë e mora për vllai. Molla Majoshe, mori Valbona Molla Majoshe, e more Hasanin zemën e shënoshe. Vetla si Gajdani, mori Valbona vetla si Gajdani, mos të kishna të juve, po bëke nami. Vetla si Drapni, mori Valbona vetla si Drapni, mos të kisha nxjerr, po bajke qaki. Faleminderit zënë Brenda. Ja, kanë kaq të Unë këtu Ura me shumë mjeshtri popullore dhe këto kanë do t'jenë dësheve atë kur as shkollës nuk i jemi. sakt. Unë këtu do të përmend edhe një element specifik që është vështirë të kapet, sepse ne Kosovë kishim edhe emrat e ndaluar, e keni parasysh, dhe pikërisht personazhet apo vajzat apo tunat që këndohen për këto këngë, pra kanë misiona dëtarve, gjithmonë emrat e tyre pra janë zgjedh dhe në kohën kur veç kanë qenë ndaluar për shembull emri Enver, Valbon apo emrat e tjerë, neve ato i kemi pas në Kosovë dhe kemi vuar me qëllim. Prandaj pikërisht këtu është edhe elementi i ruajtjes së emrit, sepse duke qenë të ndarë në dy pjesë të kufirit, kemi pas edhe këtë problematikë dhe edhe kjo problematikë është sjellë në mënyrë metaforike aty është sjellë. Pra, nuk e di sa është arsyeshme të fillojmë të numërojmë disa nga festat, kështu ndoshta do të ishte e udhës të vetëm të numërohen. Nëse mendon edhe ju, do kisha dëshirë të sillja një këngë. Po, gjithsesi, do na jepte. Këngë më e krahu, ndërsa zona jonë e kanë thujtur këngë përket. Faleminderit.
Zakonisht në Buzhën e zonat, zakonisht në Buzhën e zonat të vet, kjo këngë ka vetëm një strofë. 4 vargje. E gjatë interpretimit ndahen në rrogje në mënyrë harmonike dhe dy zërat përshtaten me njëri tjetrin, duke lëshuar timbuj të njëjtë ndër akordat e zërit. Duke kënduar pas forca, se shkullon të vërësisht e pika popullore ndër strehet e brigjeve shumë shekullore të Ashanit në kulmin e dimit, ku ajo madhështia saj feste shkrinte çdo avullnaj. E nisi pari dhe të një tjetër, hej, shumë asqer po qet vapori, shumë asqer po qet vapori dhe ndërvish mazis e korbe, cili është mërmit sëpoli, djalli i ri mos keqe hove. Po këto 4-5 vargje zgjatëshin shumë, se se këndohen shumë vetëm në rrogje e këndon të njeri dhe prishte tjetri. Këto lloj këngësh janë kënduar në tasma, në krejesa, në festa hëndre. Kanë qenë jehon kujtëtor. E kështu kanë qastë për me jehokurit e zakonshme, plot jehon ku fillon të i zoti shtëpisë dhe më pas e ndishte njëri e pas pak qasësh përfshiheshin dhe të tjerë që dinin ta përcjellin vendin, por dhe për t'u ardhur në ndihmë këngëtarëve pasi ky stil e bën shumë volo. Me të përfunduar kënga ndonjëri prej festarëve donte t'ia shtonte madhështinë momentit, ngrihen e këmbë, nxirr armën nga adresi i drejtar dhe sigurohej se jashtë të vehej ndonjë zullum, ja kriste një batare plumpash e fuste prap armën në adrese, ngrihet kavili dhe uronte. Zemra një këndofë e festa e paçi që të porë 100 vjetë këndofshis vastë. Të lumë ku shkada shamirë e mbajshme ndere, por një e gjitha shtu për një zëri. Trofshit lumë të gëzuar e paqin e varë, përgjigje i mbajt fjarës. Pasi kishte mbaruar kënga nga shtëpiaku, radhen e kishin pestarës. Këngë e dëzën deri pas mesnate, ose po që ju lezetohi pak ata zbarën e mesafendë. Qefteria ka qenë instrumenti më i pushtetshëm që gjendrej në çdo shtëpi buzhonase, por dhe lahuta, pili, shërtia, pizza e tjerë. Përmes këtyre veglave të mrekullueshme në faqat buzhonase këndoheshin këngë të trimave, që kishin lënë emër edhe punë janë të shumë. Kryesisht do këndohej pisëve tjera për nder e bornik majsorit, sepse luftat i patën bërë bashkë. Edhe rangatarja shtuajtur e zonja shtëpisë, vinte me prekotën e rakis, livronte Jezus Krishtin, i uronte mirëseardhjen gjithë festarëve, kurse nuksa e vajzat e shtëpisë gatunin pekullat e hoxhaku, me dukun dhe shollanit, me mbush budat e drunta, e niti me qini të madhe në dorë, pinte mjaltin e trondës e shërbeles, por nuk mungonte as mjalti i gështenjes. E gjitha kjo erdhi për shkak të asaj këngë të bukur e cila sillte jeton dhe ngrinte atmosferën në maksimum. Pra adrenalina ishte shumë e lartë në atë çast dhe vazhdonte po me atë. Faleminderit zënë Rënda, unë do të kisha lutë që me që jemi tek pjesa e librit dhe festa dhe angjet në vëri, do të kisha lutë që tek hyrja e librit të lexohet pra një përshkrim për grupin e vajzave, sepse për shumicën e dëgjuesit tonë është me interes se si është përcjellë, është një përshkrim i shkurtër aty vetëm te pjesa e grupit i vajzave që tek fjala autorit pra. Përbërja e grupit të vajzave. Sikur ta lexoj këtë grupi. Po si ta shihni të arsysh? Si ta shihni? Përfshin gjithë librin, me që ne po të hymë festave do të në merë kohë të gjatë për t'i numruar ato. Po mirë, do të shalut me që ju e keni librin në dorë t'a lexoni ju atje, sepse ne edhe librin nuk kemi këtu. Kemi në kompjuter. Faleminderit. Ndryshimet historiko-shoqërore na obligojnë që të çansemi në teme të tillë në ramin e kontrollit popullor, në veçantë në një temë jo fort të dokumentuar kronikat e letrave tona shqipe, për çfarë do të sjellim në këtë libër. Ndryshimet që kanë ndodhur dhe ato që po ndodhin kanë ndikuar dhe po ndikojnë që traditat kulturore të popullit tonë të rreshtohen edhe përmimet e kohëve dhe të periudhave të caktuara në për traditat tona të cilat janë ruajtur në zemrën e popullit, por që një pjesë e tyre me kohën po zhduken fare. Prandaj duke qenë të bindur si një pjesë e kësaj kulture popullore,
E ka luajtur edhe kënga e dalë nga goja e nënave tona, duke e partur në për gjeneratat e reja, do të kemi parasysh vajzat. Ne do të shkëpusim shumë punë nga folklori vajzave të Vorrinit, rajon afër Serenit, cilat edhe sot e kësaj dite këndohen për lindje, për festa, për lahëngje, fejesa, pasa e tjerë. Duke qenë të bindur se tema do të sjellë diçka nga kultura jonë, që të ardhmes do t'i mundësoj një studim më të thellë në këtë aspekt, dhe për kushtim kemi bërë mbledhjen e tyre dhe paraqitjen në gjuhën origjinale, e cila përdoret në këtë rajon nga goja e vajzave. Grupi i vajzave. Zakonisht këngët në festa, në lahëngje, në dasma, në gëzime familjare të tjerë, këndohen në grupe vajzash, të lagjes, paretisur, fshatjet e tjerë, duke përshtatur zërin dhe metodën e vallëzimit. Pra, ato përbëjnë një formë muzikore të larmishëm, në stilin e zërave dhe kombinacionin e tyre, duke nxjerrë një tonë shumë të këndshëm për veshin e dëgjuesit. Njëkohësisht, duke paraqitur një larmi kulturore që rrallë popull mund ta kenë në kokë. Habit për shtatshmëria zërave në ato momente kur grupi përbëhet nga vajza e fshatrave të ndryshme. Por që koordinimi i zërave bëhet shumë shpejt. Pa kur fal përgatitje paraprake që të bëhet të kuptosh se kjo kulturë jeton në shpirtin e vajzave që buron nga veshjet e vajzave janë shumë të armishme, paraqesin një kulturë të kombinacionin e veshjeve dhe ngjyrave, që krijojnë një estetikë shkëlqyeshme të grupit vajzave. Këngët zakonisht këndohen nga grupi i vajzave që për lekën përcjellëse përdorin lepin, pra një instrument i ndërtuar nga një arreturi që përmbuloj mban me lëkurë dhije e terur mirë dhe të rrequr për shfaqjet e rrugës. Ndërsa këngëve u prin njëra nga vajzat, e cila e ti këngën më mirë. Herëherë ato këndojnë në një rreth, në pozitet e qëndrimit të vend, e nga një herë edhe vallëzojnë. Vallet po dhe hiqen nga njëra prej vajzave që e njeh më bukur vallëzimin, kurse të tjera kapen pas saj dorëpërdore apo në mes. Repi të bie ajo që i prin valles, njëkohësisht u prin edhe këngëve, të cilat pastaj e shoqërojnë edhe të vajzat e tjera nga prapa. Veshjet. Kostumet e vajzave në Vorrin kanë pësuar ndryshime të mëdha me kohën dhe modernitetin e saj. Në Shanti, në të vitet e fundit duke qenë faktor kryesor për drejtë dhe migrimin i madh i vrinasve. Më herët, një veshje tradicionale shqiptare gjatë kohës së Sulmit Osman bëhet një mbështetim me kulturën e veshjeve tonë, duke pasur ndikim të fortë edhe teja në këtë aspekt, ndërsa meshkujt prej kohësh e kanë ruajtur veshjen kombëtare shqiptare, por me kalimin e viteve dhe me ndryshimin e kohërave edhe veshja u transformua në forma të ndryshme. Këtu ndikuan edhe zhvillimet ekonomike të shoqërisë. E veçanta veshjeve është se pjesërisht ruhen motive nga kultura jone lashtë, duke aluduar në timia, kostume plakash, kofçe ose përparse, irek, misha parta, shami, sharafe për i veshjit dhe ndetje. Pjesërisht këto veshje mund t'i gjesh edhe sot në Vorrin. Pra, veshja e sot me vajzave vorrinase është e larmishme, duke përfunduar deri në veshjet moderne europiane. Lindja e fëmijës. Lindja e fëmijës për kullat tona gjithmonë ka qenë një gëzim i veçantë, sepse prej aty fillon trashëgimi i çiftit e jeta kuptim, siç thonë vorrinasit. Në veçanti lindja e idealit në këto treva gjithmonë ka qenë më e privilegjuar, pasi ai do të jetë kështjellë e shtëpisë dhe shpresë një peqërie të hapme, e cila do të kujdeset për prindërit e vet, një herët do të jetë trashëgimtari gjithë asaj pasurie të cilën e posedoi prindërit. Këto këngë fillojnë qysh para lindjes në fazën e shëndetisë. Pastaj pas lindjes do të vazhdojë në festa lahëngje të tjera. Por ti do të ndani me pak edhe në festën e cila organizohet pas lindjes, të cilën e festojnë gratë e afërta të familjes, isit miqësisë së ngushtë, vajzat e lagjes e tjerë, e që mblidhen një ditë caktuar për ta gëzuar lindjen e fëmijës. Këtë ditë në Vorrin quhet dita e babines ose dita e fëmijës. Do të sjellë pak
Një gjak po qetim për durimin po bajnë përgjim. Një gjak tim po qet, për durim po bajnë zjaket. Syrin e zi, por e durim syrin e zi, na për ty po bëjmë kosti. Na kofsh me jetë tjere, durim na kofsh me jetë, na për ty po bëjmë zjaket. Na palin durimi në vakë të higienis, na janë gëzue truna peshqis. Na palin durimi në vakë të drekës, se janë gëzue durit të rekës. Burzit e rekës në pati. Urrit durimi si lulja ljekabit, kalin në kohlufe e koknojnë prej havit. Qysh i grypën Zotit na e ka dhanë, na ka dhënë durimin yllin me gjithë. Dhe këtë durim, si kur tegë në mollë, se ke linë kur janë palët në Kosovë. Pashtohet Kosova për qëtë dakik, se për linë të rima gjithë të ditë. Me gzim keshim kënume, mu pas kanë liria, se për mije tanë, po na i vretë se lija. Na ka linë durimi në vakt të akshamit, janë zuet trunat e tavanit. Se edhe durimi, ja kemi lypsotit, i shova na esën për para më motir. Të ishin edhe varqet, cilat i kushtohin një fëmije gërdim dhe ka shpokur i ka sjell shkrimtari në të libër, i cili për tim deri një do të nënduar në shivat e kosë dhe të i shërbejnë brezave që vitë. Faleminderit zone Penda, nuk di nëse do shpalosim më të mëteja, po sa më ndonjë ushat thonjë, do e prejnë. Ora vesh po shkon në 15 para 9 dhe koha po ecëm. Por si të parashikni? Do sjell edhe festën e madhe krishterike. Nata e buzëve bujar. Po vjen buzëve bujar me tushkën e bardh, me gjanë e madh, me të gjitha mirat e Zotit. 3 ditë pasi të kthej moti marr, vjen gjenate shenjtë, në të cilën do të lutet shtëpi për shtëpi, e kështnellën e tejës, me një ceremoni veçantë rreth buzëve bujar, pasi ritualit më të pastër. Rrugit në marrë e të ka gjinë tjetër në e të në rritona. Êshtë nata e buzëve. Në për të nga ka ku në të shqipës periut, duhet me djekë buzëmat në këtë natë, e kështu edhe në bëgja. Se fillon të kështellën e të jesërej. Buzëmat janë 3 qokadruare, 2 vjeqare. Paradite një bushë e vje, pasi të jetë larë bërdush, pasi nuk bën me nxjerr buzëmat palar, shkon mal me nxjerr dhe i sjell në shtëpi. I mbështjell për jashtë murit shtëpisë në një vend ku mos i prekasush deri të vi koha e darkës. Kur të bëhet koha e darkës, i zoti shtëpisë bën një zgjatër të bura që dalin jashtë shtëpisë dhe marrin ata buzëma për 2 skajesh, duke mbjellë njëri pas tjetrit. Ashtu u gjiten shkallët dhe të praviresht. Në këtë rastin zoti i shtëpisë, si t'ishin miq të ardhët, oj zoti i shtëpisë. Askush nuk e përgjigjen, pra nuk përgjigjen. Në rastin se dyti prapë, ishte plot prej brenda shtëpisë dhe kur rastin së tretit, përgjigja është po ja. Përgjigjet i mati familjes nga brenda. Po vjen buzëmi bujar me tushkën e parë, me gjanë e madhe me gjithë mirat e Zotit. Njështë të u vjenë Zoti, pas të pruora me nafak, përgjigjet i Zoti shtëpisë nga brenda. Duke hyrë buzëmi brenda, të gjithë njështë të shtëpisë qohen vend. Hekin të fusët, e ndërsa i Zoti shtëpisë njeh uratime, dikush dregën si dele.
tjetri thjesht sillim. Dikush ka sillet. Kush vylyket si ka. Fëmija ndjekin me zon qindrat dhe kesat. Vishat e vatit e kështu shtrojnë të ndjek me zon të gjitha shtos shtëpijat e sa të vendosen buzmat në zjarr, pret Zoti i shtëpisë, i cili në të madhin vlerim i mbulon me shkuzë zjarmi, tuaj i ruajt mos të digjen skajesh. Se ato punë duhen nesër të revokohen lame. Atëherë ulet sotra e vihet tia, por përpara do të kryhet edhe një krijim i veçantë. Në një quk të zgabrohem manakali në trup të buzmit, i Zoti i shtëpisë që fare në gjitha sendit që ka dëshiron të provoj toka. Tue ja lyp Zotit amen, emën për emën, e ja falë secilën faqe i qenë atë tokës. Atëherë me rëkot i rakis, njerëzit e shtëpisë rrinë gjithë në kam, ndërsa i Zoti i shtëpisë me kokë të pijes në dorë, kështu i falet buzmit për bujar. U vrejt të gjithë pjesëtarët e familjes. Të falem buzmit bujar. Unë po të falem me kreshtim. Ti mu fal me bushi e me gjithë mirat e Zotit. Ti me na i fal e me na i bana fa. Me butën e farë i adherë buzmit në qërë. Mu në këtë kohë të zoja shpis që qëndit në tjetër në ndër vatrës, qëtë edhe kjo në apërbërim të buzmit pak gjallë, pak gjallë. Duke ju lutë Zotit e buzmit me i falë për vetë shpis. Barit atëherë qesin për një buzma do i falajtije, për mos me u dalë kyrca ative, drive rësisht. Zjarri do të ruhet gjithë natën deri të bëhet lame, e askush s'do fryrit nga zjarë për mos me thyen era pëm të nderë. Manej ulen gjithë në fyez për në darkura. Në këtë natë, nuk ka shpisa dërgogën në tjetë, që nuk dakohen për ligun e buzmit. Në një laknor petash të grunta me arra. Para ceremonisë kultën i Zoti i shtëpisë i vjen lehtë me sut trakut majt shoqe, që ka përbri duke urue me këtë fjalë. Arë marë si duhet të narë. E ashtu si janë të gjithë rrasovës për sëritin të këtë fjalë meran duke mbresh që të shojnë në supa trakut. Si të lyhet e ndreshur në e parë, të vënë prapë i Zoti i shtëpisë, por dhe e vetëm masi të kryhet këtë ceremoni vazhdojnë me darkën e ushqimin, do të ngazojnë me shpresë. Faleminderit edhe juve zonja Brenda. E ishte edhe për buzmin bujar, jo pa qëllim e sola, sepse në vitet tona mund jenë shumë pak ata njerëz që e dinë këto rite që janë të domosdoshme për të bërë dhe faktikisht nuk bëhen. Kanë dalë nga rol? Këti emisioni besoj? Apo ke diçka tjetër Zoti? Jo, faleminderit shumë, ndoshta është mirë me i përshëndet dëgjuesit, pra unë këtu kam disa miq që na kanë komentuar dhe Zotri Shremet Fonishi, Shpresa Zërnaçi, Besarda Shkoza, Bora Selia Shkoza, Mimoza Hoxha Gastra, Ndogjeshi, Skënder Çatri, dhe të tjerë do shtë në përfaqet të tjera, për unë këto kam mundësi të shoh këtu, ashtu si nuk kam mundësi të shoh dhe ata që në ndjekin këtu. A mund të lexosh komentet? Po dhe të lexoj, pra, Shërmet Fonishi mirë mbrëma në thotë, zonja Shpresë Zërnaçi, mbrëmje të mirë, emision të mbarë suksese ju, Besarda Shkoza, mirë mbrëma Radio Sibila dhe Verit, mirë mbrëma Magazin Majere, mirë mbrëma Rëndësejdia, urime për emision dhe suksese pa fund, dëgjim të këndshëm për gjithë dëgjuesit në mbrëmje të këndshme për ju. Përshëndetje edhe për ju besin duhet të kujtojmë dëgjuesit se kemi pjesëtar të saftit tonë në emisionet për fëmijë dhe ajo është vazhdimisht pranë jush dhe pranë nesh edhe në këto emisione. Bora Selia Shkoza, mirë mbrëma për ju dhe drejtues të Radio Sibila të Verit, urime për ju dhe emisione suksese. Përshëndetje edhe për ju, Bora nderuar, respekt maksimal për ju dhe familjen tuaj. Përshëndetje për çunat tuaj si dhe
Edhe qëmunin tuaj që tani më gjendët në Suedi, torin dhe gjithë familjen tuaj të mrekullueshme. Mimoza është rrasa sukses e miqtë të dijes emisioneve humane e të arritjeve të njëpasnjëshme. Faleminderit zërin nga Mimoza është rrasa, përshëndetje dhe për ju, unime sukses edhe për ju. Ndue Gjeshi, ju uroj sukses dhe respekt. Faleminderit zërin Ndue, përshëndetje edhe për ju. Skënder Shadri, përshëndetje me ju nderuar përmes juve, përshëndes gjithë shikuesit kudo ku janë. Përshëndesim edhe ne zoti Skënderi, përshëndesim edhe juve dhe urojmë një mbrëmje të bukur, urojmë të keni kaluar mirë me ne dhe urojmë që edhe emisionet tjera të ndiqni në vazhdimsi, ku do të sjellin gjithmonë pra vlera që meritojnë të dëgjohen dhe të shikohen. Faleminderit shumë. Zënë Brenda, keni ju përshëndetje. Faleminderit zoti Krem. Unë përshëndes të gjithë dëgjuesit që sonde ishin me ne. Faleminderit për mesazhet që na dërguan, për pëlqimet që kanë bërë, për gjithë çka të bukur që përcjellen. Përshëndes gjithë shqiptarinë të cilët janë besimtarë të dy feve, musliman që agjerojnë, por dhe katolikë në të cilët jemi në portë jënash, Zoti ua pranon lutjet tuaja, paqe, bekime, bashkësi, familje e kudo. Ju uroj një herë javë të mbarë e sëpërteshme. Zoti Krem të falenderoj shumë për dekutën. Të uroj që ka të bërë dhe për ty. E një natë të qetë për gjithë, për para se të largohem. Ne përshëndesim me një këngë nga Plon Vatnikaj, o Kreshniku ka përshkuar. Gjithsesi, ju do bëni besoj edhe për mbledhjen e këtij emisioni. Faleminderit shumë, zënë Brenda, nuk e di të mbyllim tani apo të pas këngës, por unë bëj përshëndes edhe unë dëgjoj. Okej, po japim këngën. Faleminderit.
Faleminderit zonja Prenda, faleminderit juve që sonte me kontributin tuaj e bët këtë mbrëmje mjaft të bukur, mjaft të areshme dhe sollëm edhe dy libra të mrekullueshëm të etnosit, të cilët për dëgjuesit, sidomos brezin e ri, janë më shumë motiv për të kujtuar, për të lexuar dhe për të shpallosur, por edhe për të dokumentuar këto vlera kulturore që i ka populli ynë. Unë këtu do të përshëndes dëgjuesit tonë. Ne mund të shkoj vetëm një fjali. Po, gjithsesi. Që vërtet janë për brezat e ri, por thirrja ose që kanë vije për moshat e mesme, të cilët në një farë mënyre e them që janë drejtimtar në disa vendimmarrje. Dhe këto vendime duhet merren nga familja për t'u trashëguar tradita. Së paku për t'u mësuar atyre sepse e kemi gjetur është vlerësuar nga personalitetet më dha botërore dhe ne duhet t'i dim së paku e t'i trashëgojmë aq sa mundem. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe një herë. Dëgjues të nderuar, ju urojmë një mbrëmje të bukur juve dhe ju falenderojmë në durimin tuaj që keni shfaqur për ne dhe na keni dëgjuar gjatë gjithë kësaj kohe. Ju falenderoj edhe një herë, mbrëmje të bukur, natë të mirë.